Përshëndetje. Përshëndetje. Dhe mirë se vini në një vlog të ri në kanalin ton Solea Family. Unë jam Armela. Unë jam Mesidi. Sot është ditë e diel, edhe ne kemi ardhur, Solea është aty, kemi ardhur në një qytet pak kilometra larg Konstancës, në Überlingen. Dhe këtu është një park i madh me kafsh. Edhe vendosëm sot të bënim një vizit të ky qyteti edhe të vizitonim edhe këtë parkun. Është hera e parë që vim këtu, prandaj do t'ju tregojmë edhe juve. Hyrja është me lek, për të rriturit kushton 11.50 edhe për fëmijët nga 3 vjeç e lart është 6 euro. Pak më përpara është kasa, do bëjmë pagesën edhe do hym, do t'ju marrim me vete. Na ndiqni. Na ndiqni. Macja! Ha? Kjo është vendi që rrinë macet. Wow! Shiko macet këtu pas kanë një shtëpi për veten e tyre. Wow, sa lezetshme! Shiko aty përpara ajo bufeja. Është disa e vjetër është, shumë bukur. Këtu është për të ngrënë drekën. Po këtu, wow, sa bukur. Këtu ka vezë. Vezë të ndryshme. Ai, sa të vogla. Këtu janë shumë. Biba, pata, Rika. Ua, vezët këtu. Si duket këtu ngrohen këto. Wow. Sa të bukura. Të blejme në rëzik, ja? Po. Në këto këtu vogla. Po. Okej. 21 maj, si duket kanë dalë këto vezët. Wow. Pëllumbat, wow, si në fshat, sa bukur. Kjo është shtëpia shumë e vjetër. Wow. Sa bukur. Ja dhe zonja këtu me karrocë, wow. Bravo, Solea. Wow, kecat e vegjël. Të bukur. Tu janë rosa papagaj, wow! Halo! Wow, Delia be. Tu pas ka kështu rosa. Wow, po këto si janë këto? Këto. Nuk e di emrin. Apo, janë këtu. Ja, edhe dit. Këto. Këto. Nuk e di si quajnë. Gomari! Po habar! Më duket si që nga shtatzan. Wow. Solea ka shumë qef që t'japi kafshëve për të ngrënë. E adhuro, nuk ka frikë, i ka dalë frika. I ka dalë frika dhe s'ka frikë fare. Ka dhe kjo? Shkoje, ajo atje. Te libringstia. Wow. Kjo, si ka emrin kjo kafsha, nuk e di. Sa i bukur, wow, sa i bukur.
Shi, janë ati të cepi, nuk duken, ja. Wow. Ja edhe miu, wow. Miu në kam fobin, fakt. Pëllumba, sa bukur, shtëpia e pëllumbave. Po jep Solea miut kokosh, shikojeni, shikoje si po ha. Po mirë, qaj, ua, sa bukur. Si ja me dojë. Pas ka peshka të brenda. Si e ka emrin kjo e si? Palua! Wow! Paul is in Germany. Si është në gjermanisht? Shikoj e hapi, po si pas ka shumë të madh këtë bishti. Po prap i bukur. Dhe ajo tjetra atje. Dhe pëllumbat, shumë bukur. Wow, faleminderit që e hape bishtin. Gjeli po këndon. Këtë i pas ka shumë rosa. Edhe pëllumba. Shumë bukur. Wow, So, was sind die? Die sind groß. po, Die lieben diese. po kanë domate, këtu pas kanë kokon, Papa. Die lieben Papa. kanë shpinë këtu brenda, këtu nuk e di tani si e kanë emrin këto. Mirë, zhvajshëm pra, dërpus. Të janë dërpus i ndije. Një se shëndosh që nga ky, shikoj. Solea, shikoj ma më se shëndosh këtu. Gute Schule. Po la fiq, po hak shu trangu. Këtu është dreri, po këta që nga shumë të vrarë të shkretit, do jenë shumë të vjetër mbase. Baba gjyshi, thot Solea. Do jenë mosha të mdhaja, besoj. Se që nga shumë të vjetër. Plumbi me kachurrela, shiko se i bukur Solea, mam. Ai plumbi atje. Ah, gjeli. S'po e fokuson dot aja. Wow, shikoj me kachurrela. Sa të bukura këto. Si pula, varet se çfarë janë, papagaj. Ngo kjo. Kjo tjetra. Dhi të vogla, dhi. Dhi janë këto? Ha? Ha. Wow. Shko sa dhi pas ka shko. Ha, shko dhia, po bën xhiro tek ajo. Po lëkunde tek ajo, po bën qef. Derisa këtu, po këtu çka ka? Hyrën e futen në për këto, lahen këtu të uji. Ja, të kështë. Wow. Po këto pulat ka ishte mdhaja, ua, s'kisha pa në njerë këshu. Shikoje si një, nuk di të shpjegoj. Se e madhe që është. Wow. Qështë? Se e madhe gjilë, qa është ky? Se i ma. Kjo janë rosa normale, gjel. Ua! Dërkuci! U se i madh, ky po flegj. Ua, ky baby! Baby dërkuc! Beba. Biba të vigjel! Die Di duke na voja. Wow! Kjo po fle gjumë kjo. Ja bejbat. A baby. 3-6 bejba pas ka bërë kjo. Pa. Und kommt jetzt
Gjesh beba, wow. Të kuqin në shpije. Solea do një dorkuc të shtëpia, po Solea. A i erdhën mam bebat. Shkon. Edhe këto pulat shumë të mëdhaja, gjigande të fryra, wow. Varet se çfarë race janë, ose nuk e di. Por që nga shumë bukur. Edhe këtu pula rosa të bukura, sa të bukura, dardha të zeza këtu. Që kafsha këtu, shko se ri. Biba. Sa të bukura këto gjelat, pula që janë. Biba. Shko, të koka. Biba. Biba, po biba janë atë të ujë. Nuk janë për vërteti. Nuk e kemi parë akoma të gjithë këtë fermën, por që nga shumë bukur deri tani. Ne kemi vizituar edhe kështu mini ferma të vogla të themi, por që pa pagesë. Edhe nuk ka patur kaq shumë kafsh, por këtu pas ka shumë kafsh, më të ndryshme dhe që nga një gjë shumë e bukur. Ç'a mendoni si? Po kënaqesh? Ja vlen. Ja vlen për një fundjavë, për një të diel, ja vlen ta vizitoj. Po, shumë bukur që nga këtu, shumë bukur. Ka edhe park lojrash për fëmijë. Ja edhe parku këtu që më luajnë fëmijët, nuk e di, do me thënë do ta shikojmë të gjithë hapësirën dhe do t'ju tregojmë si është, se është dhe pjesa andej që janë kuaj, edhe ecet dhe andej drejt, do të shikojmë. Shpend paska jashtë mase pa fund, të racave nga më të ndryshme, ua, si paska ky, qa është kyen si dhit, qa quat, cjap. Shiko sa të mdhaja i pas ka këto brirët. Shiko, wow, si të tjetëri i vogli. Dreje dorash, sa bukur, su i ka bërë kachurela. Shiko sa bukur. Se i madh kë gjeli detit. Wow, nuk e di. Nuk është normal, jo si që është normalisht një gjellë deti, për shumë i madh. Shumë bukur. Papagalli me ngjyra. Ha? Po kjo qa është? Shiko si ka të koka. Se lezetshme. Super është. Po knaqen këta bebat e vegjël. Solea, bravo mam. Bravo jetë. Bravo mam. Oh. Ja kap të gushtë. Që të gushtë Gjanxha. Shiko fermieri po e mjel lopë dhe qumshi është Solea, sa e bukur. Sa bukur. Ja dhe lopët. Ula pak të ky stoli në hije. Solea po bën një xhirot te ky litari këtu.
Edhe duhet thënë që është merësisht shumë vap. Janë temperatura 33-34 gradë Celsius, besoj, ose më shumë nuk e di. Është shumë vap. Edhe ne po mendonim se çfarë do bënim, se ku do ikim, dhe unë i thash Anësitit që më mirë ikim vizitojmë një vend të ri, se për plazhe, kështu te pishinat kemi qenë gjithmonë. Edhe thash kam qejf që të shkojmë në një vend të ri, edhe kështu e bëm, prandaj erdhëm këtu. Por që gjithsesi këtu në Überlingen mund edhe të bësh plazh të lash të liçeni. Po, Lea. Bravo! Mund të lash të liçeni sepse është e gjitha kjo pjesa këtu gjithashtu si Konstance e lagur nga Bodense. Edhe pastaj, pasi të mbarojmë gjithë xhiron këtu tek ferma, kemi marrë edhe ushqime vete, se menduam që nuk e dinim se si do ishte këtu. Edhe menduam që më mirë të marrim diçka me vete dhe tulemi ta ham diku, edhe pastaj të bëjmë dhe pak si plazh, menduam. Prandaj morëm dhe ushqime me vete, se këto të shkuarat në për restorante na e kanë shpifur. Përveç se është shumë shtrenjtë, kjo është dihet. Po, bravo Solea. Por që edhe ushqimi është nuk na pëlqen më. Edhe prandaj bëm shumë vap, prandaj mezi po flas se shumë vap, prandaj bëm edhe morëm 2 gjëra me vete. Edhe do t'i ham, kur të mbarojmë këtu, do ikim siç thash buz liçenit, kemi marrë edhe atë batanien do ta shtrojmë poshtë, do rrim atje. Dhe kështu dita e sotshme shumë këndshëm, domethënë shumë lezetshëm. Tu pas ka njerëz që vinin dhe vizitojnë të fermën. Ju sugjeroj kush ka ferma afër edhe nuk ka shkuar akoma për të vizituar, vizitojeni sepse është një eksperiencë shumë e bukur, ja kalon shumë bukur, edhe shikon edhe kafsh. Sidomos po më thotë Sindi që edhe për fëmijët është akoma edhe më mirë, sepse kështu janë akoma më të lidhur njëri natyrën, kanë kontakt me kafshët, edhe kalohet një kohë shumë e bukur edhe cilësore. Mëson shumë gjëra të reja, shikon kafshë të reja, ke marrëdhënie me kafshët, i jep për të ngrënë, është shumë bukur, është shumë bukur. Ju sugjeroj që ta bëni si aktivitet nëse nuk e keni bërë deri tani. Sa e lezetshëm ky gjarpë. Çungël. Kjo. Attention. Sa i mirë që qenë ka floka çurrel. Floka çurrel. Kapet nga kush. Ç'e gjepi? Shikoni bufin sa i madh. Shikoni bufin. Buffy! Ua. Sa bukur. Hajde Solea. Qa ka këtu? Pas ka ca kafsh. Nuk e di qa është, kjo është këtu brenda. Ca shpend, zoq të vegjël. Edhe si lepo duket ajo atje. Po këtu? Edhe këtu
Zoq të vegjël. Zoq të vegjël. Ah, këtu si këto. Pelikan është kjo si? Ja këto. Më duket se janë pelikan. Ati e pallua prap. Ja. Wow. Ua, shikoj hapi krat. Në përshëndetje. Këto po zihen këto. Ja kështu në bëvi? Kështu. Mos e luaj gardën ashtu. Ketra më duket, si dhe thot që janë ketra këto. Shumë bukur. Shiko si rrinë, pse ashtu rrinë ketrat në kemë, apo jo? Alvin Solea, mam. Alvin, Teodor. Shikon. Alvin, Teodor. Calvin, si e ka I titri? Alvin Simpo. Wow. Jo, Elven. Ja kështu ka. Po këto janë lopë të vogla. Po këto lopë të vogla, kështu si xhuxhe. Ha? Po se janë qingja. Jo, më këto janë lopë. Se qingj këto e kanë trupin si trup lope. Këto e kanë... Kanë trupin si... Që nga super gjigant ky parku, nuk pas ka fund. Kuaj, se të mdhenjë. Ja po dhe skutfu. Kada bëjmë në jaftë. Se e madhe breshka atje, nuk duket. Wow. Cica. Shiko këto kem të këtyre, shisat holla. Ta e si di si krujtë dhe embësh. Kjo këtu është deve. Shikojeni, shikojeni sa bukur, po ngrihet. Super. Nuk e dija që mund të jetoni këto edhe në klimë të tillë, ha? Varet, wow. Wow, shikoje Solea. Nice. Që nga në dy. Po, janë brenda. 3? 3, po, 4 fare. 4, këto tjerat janë vogla, po këto? Këto tjerat nuk e pas kam kurrizin ashtu. Ha? Të janë tjera gjë, tjera kaqë. Lipurushat, sa të bukur. Ha? Ha, një zogi vogël. Ha? Po. Nuk kisha parë ndonjëherë kaq shumë kafsh sa sot, nuk e di. Shumë kafsh të ndryshme që se kam ide se që janë. Shumë kafsh. Këtu janë dele.
Ne sa po dolëm edhe nga ferma, ishte një eksperiencë shumë e bukur që duhet ta provoj gjithë secili, ja super vlen. Ne kemi ardhur këtu në orën 11, tani është ora është 2, kështu që i bie rreth 3 orë. 3 orë në fermë. Është mjaftueshëm dhe ja vleti. Po shumë bukur. Tani do dalim në Überlingen, do dalim pak më vonë, do dalim tek pjesa e plazhit të Überlingen. Edhe do bëjmë dhe piknik atje. Këtu pim nga një pije, Solea he një jakullore, ndërsa tani do ham ushqimet që kemi marrë me vete, pastaj do dalim xhiro edhe nga qyteti. Do ju tregojmë në vazhdim. Ne sa po erdhëm tani tek pjesa e liçenit, edhe është vrenjtë pak koha, por është shumë vap, edhe mund të bjeri pak shi, nuk e di, po inshallah zbie, sa të jemi ne këtu. Edhe shumë bukur, edhe këtu pastaj goxha njerëz. Ne tani do ham drekën edhe pastaj do dim këtu te liçeni, mbase do lajm. Do lozim, do të bëjmë gjitha. Mi bukur që nga Überlingen se sa Radovcela dhe ajo. Po di se Überlingen është shumë i madh. Ne kemi dalë në Altstadt, kemi dalë në qytet tani. Edhe po shikojmë edhe qytetin, la makinën aty në parkim. Edhe Solea, ha? Edhe ne du hajmë një akullore. Po duhet një akullore. Nëse do këmohë edhe këtë librin që kanë kjo është bukur. Atë do ta lexosh akullore? Po, këtu do shkoj akullore check. Kam edhe një gjithë tjetër këtu akullore. Është shumë vap, nuk ra shi, se thash që do binte shi, se kështu e jep të parashikimi, por nuk ra shi dhe bën shumë vap, shumë diell. Kështu që prandaj do bëjmë një xhiro këthe, do ulemi, do pimë një gjë ose do ham ndaj akullore. Ky që nga një super qytet, shumë i bukur, i pastër, liçeni këtu, shumë i bukur. Mua më pëlqej shumë Überlingen. Nuk e di që mendon ti si, po që nga super qytet. Shumë vend i bukur. Qytet gjithë shumë i pastër, me vizitorë. Hapësira mjaftueshme e madhe për të dalë shëtitje për njerëzit. Altstadti ishte gjithashtu goxha i madh. Kishte goxha hapësira të bukura, vende të bukura. Shumë i bukur, një 10 me Überlingen. Po. Vizitojeni sepse nuk do zhgënjeni. Kush jeton sidomos në zonat e Vërdzave? Rreth po. Rreth Überlingen. Ose nëse ka njerëz që më ndjeki që jetojnë në Überlingen, na shkruani. Na shkruani, ju përshëndesim që nga shumë bukur këtu. Ka filmuar shumë, nuk e di se sa i gjatë do dali ky vlogu,
por është shumë i bukur, do mbetet një ndër të preferuarit e mi, sepse jemi kënaqur jashtëmasë shumë sot. Si që thënë ti më përpara Armela, që se dikush jeton në Berlingen, Po. të na shkruaj, të komentoj edhe në sugjerim tjetër ose që mund tjetër. Po, shumë vend i bukur. Nuk ka putim neve. Atëherë, ne mendojmë që ta mbyllim këtu edhe këtë vlog super të mrekullueshëm që u super kënaqëm. Ne do të shihemi sërish në vlogun e radhës. Ju falenderojmë, ju dërgojmë shumë dashuri. Mos harroni, ju lutem, të shtypni butonin subscribe. Edhe kjo kuqe. Kjo e kuqja, po ajo e kuqja që është tani poshtë, shtypeni, mos harrojeni, shumë faleminderit. Edhe nësë harrojnë të bëjnë YouTube-in. Dërgojmë shumë energji pozitive. Edhe nësë harrojnë të bëjnë subscribe. Edhe YouTube-in. Paqim. Paqim. Mirupafshim.